Përshëndetje gjithë juve që jeni me valët 102.2, është ky edicioni më i ri emisionit ta Acoustic Night që realizohet çdo të ditë nga ora 19:30 deri në orën 21. Që i bjen 7:30 deri në 9. Po, sot jemi pak me vonesë, po me gjithë vlem për shkak se kemi bërë disa prova dhe sonte keni me dëgju super muzikë. E kemi këtu 3 mysafirë të mrekullueshëm. E kemi edhe Hysenin. Edhe të bukur. Po, edhe të bukur, por Hysenin s'po shihet sot. E kemi unë 3 kam miq, për shkak se i kam takuar edhe më herët. Fatikisht e kemi Çamilin këtu. Çamili është tavica fare. Kanë eri harojmë edhe mbjenda. Gjithashtu e kemi edhe Rasim Dulën. Me Rasimin kemi me bu bisedë sot kështu. Po, mos shumë ti. Mos shumë ti. Edhe gjithashtu edhe Visar Hajrullaga. Më pak mbi emër i shkurt, na falni, po. Tash nëse s'prish punë edhe pse kemi pak diferencë të moshë, unë me Shamilin kemi pi kafe shpesh edhe e konsideroj si shok. Jo, kështu që s'po them Axhi Çamil, po vo thiri si Çamil sonte, okay? Bash qefin po ma bën. Apo? Ashtu s'kemi shumë diferencë të moshë. Ha? Jo shumë, 60 vjet nuk jam edhe shumë. Kur jam ka shoh domethënë Visarin, Rasimin, kur po shoh edhe Hysenin, unë tipo do ku man viçi. Faleminderit. Na jemi plak. Faleminderit që ke gjetë kohë dhe je pjesë e edicionit sot. Faleminderit shumë edhe unë ju përshëndes juve, ju përshëndes të gjithë dëgjuesit e juaj. Të rregullt, edhe ata kohë pas kohë që kyçen se është një ndër emisionet më të kërkuara, më të preferuara. Ndoshta edhe të pakt për këtë zhanër të muzikës se popullore ka mjaft, po për këtë lloj të muzikës mungojnë pak edhe studiot, edhe radiot. A muj me ditë kush i ka qitë kjerët benzin që keni ardhur? Benzin ka ardhur prej Gjermanisë benzini. Është tjetër. Me çmim të lirë kemi sot. Me shofer personal para me novë. Rasim, faleminderit shumë që gjetë kohë dhe je pjesë e edicionit sot. Dhe shumë për juve. Besoj që kaloj mirë. Po shpresoj që fatikisht Rasimin e kemi një gitarist profesionist. Gjithashtu është edhe vllai Naseri, që është profesor i muzikës, kështu që po besoj që sot kemi më kënaqur. Patjetër. Dhe gjithashtu edhe Visarin që është hera e dytë që e kam studio. Visar, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për mundësinë, për ftesën. Po, këta dyja kanë ditë ramin, po ti është dosh një 2-3 vena, mi pru mi bërë reklamë, po. Edhe mos me trejt, ka qenë plan. Apo? Po ka ikë se... Unë kisha me lecu mos me bajt bërë ka ikë të mendje se jem konë shumë i ngarkum sot edhe pak unë jem konë shkaktar që jemi vënu, se unë u vënua dhe kërkoj falje. Ama ka mundësi më korrigju. Po, korrigjohet herën tjetër. Ka herën në tretë kur vjen. Kam harë. Jo, por gjithë ju që nuk e dini, domethënë Visari e kultivon edhe verën, që kemi qenë podrumin e tij, kemi qenë kështu ekip, që jemi sot. Edhe kemi kaluar shumë mirë. Me një fjalë dënimi, po, me një fjalë dënimin e ka Visari me na qaros sonte kafe, po na me pagu. Okej. Edhe me pagu, edhe me financu. Tana zeza. Sot e kemi Hysenin e kemi jashtë kamerave. Po, shqyr. Po dëgjohet veç zonës, se jam ka shoh se kamera si ka kthy kamerën. Po, shqyr. Megjithatë, mbas kamerave kemi edhe një shoqërues juve, që ju mundi me prezantuar dhe faleminderit për mik juve. Po. Që e përshëndesim shumë, faleminderit që patjetër. Merr vesh në zërim edhe. Besoj që në edicionet e radhës kemi të pas këtu në studio. Po. S'kem çare. Çamil është një karrierë tonë, domethënë që faktikisht mirësh me muzikë. Shumicën e atyre njerëzve që unë i kam njoft prej qytetit Rahovecit, duke përfshi edhe kolegun tim Hysenin, domethënë janë ato fjalë të më të mira që fliten për ty. Ndoshta nëse nuk gaboj, cilësohesh si pioner i muzikës rock në shtetin e Rahovecit, edhe sot asaj ditë, edhe kur kemi nejtë bashkë, po edhe që ato bisedat që kanë qenë shumë të këndshme, po edhe në momentin kur ke performu e kini zohë vital, do më thonë, edhe pse dokesh pak që ki thinja, me gjithat ka zonë i e top. Me thonë drejten, për në me karriera është shumë largët, se bashkë për nditëm ashtu mas Beatlesëve, kur durën në skenë Beatleset edhe Rolling Stonesit, me 1963,
Unë me 64 e bleva një gitarë, edhe një vjet mas tyne. Po, kanë xhelozu zine se një vjet edhe kom ushtru pak ma shumë, e prej 65-ës, kom nis, me thonë, masi pak kom leviz, kom su diska. E 65-ës deri me diso dhe 61 vjet. Përvoj karriere. Edhe pse jo, ku me di se qka ju në për Kosovë njoftun, po jemi njoft kolegë se të pakt kemi qenë për rock muzik. Muzika popullore ka dominu, ne kemi qenë si pishtar, si të parë, si pionier që tha ashtu. Kemi Në atë kohë ka qenë vështirë, domethënë edhe për me ushtru gitarë, edhe për me gjetë akordet ndoshta. Peripecitë e mia aty edhe shumë të vështira se nuk ka pas në qytet kërkush tash pivjen se mu levdue, po nuk ka pas gitarist përpara para meje. Mendoj si qyteti, nuk ka pas kërkush, kisha mu mësu prej ti, diçka me shkurtu bile këto mundimet e mia vetë kërkoj se s'ka pas as një farë literaturë. Po isha merre pe YouTube po së mëgojsh. Nuk ka pas YouTube. Edhe rrymë në ulan këtë YouTube. Ashtu edhe kolegë jemi njoft nga Prizreni, nga Gjakova, nga Prishtina pak a shumë, ma shumë të vendet për rreth. Qashtu kemi punu. Si ka qenë mundur, faktikisht vitet 60 vrehet, jo po dihet, po tresh do më thonë që ka qenë një mentalitet ndoshta pak ma ndryshe, edhe ka ma shumë ka depërtu muzika popullore, po një farë forme ka qenë edhe pak e cenzurum në atë kohë për shkak të regjimit që ka qenë. Ndërsa me një qytet si Rahoveci, ma vonë si Mitrovica dhe shumë qendra tjera do më thonë që ka depërtu edhe e kanë përshafu shumë muzika rock në atë kohë. Prej rrethit, jeni kont për krana ose jo, se shpesh ka pas edhe ndikime jo të mira ose kanë mendu që ndoshta kjo nuk është muzikë që na përket neve. Me thënë drejtën, në atë kohë kanë ekzistuar vetëm 3 qendra pak më të njoftuna që kishte rock grupe, Mitrovica, e thatë ju, Prishtina dhe Prizreni. Qytetet tjera shumë ma vonë. E këto dominojshin në atë kohë, po ka dominu muzika popullore në atë kohë, e ne që ishim me rock muzik, me muzik arktuse, ata e rejtojshim, jemi dalu pak edhe me sjellje, pak me veshje, pak me frizura, e në atë kohë ka qenë e çuditshme kjo, mashkulli me flok gjata, shumë ka qenë... Kysko e Malmenti? Po. Jo, jam konë ushtar në atë konë Mostar, kur jam këthy për Mostarit atëre e kum taku këta në gjatë të dytën, tretën. Kështu që një kohë dhe na përndjekshin edhe policia sa i kohë, kur na gjeshin rrugëve me ato flokë edhe me na qethshin. Kom dëgju prej kolegëve tjerë, unë s'kom brijat, ama kom dëgju se edhe me dhunë i kanë qeth. A të kujtohet performanca e parë që ke bo para publikut? Jo, po që si jo. Ka qenë një këngë Animalsve atëre. Running Song atëre. Ajo ka qenë kënga e parë arktuse që arrita unë. Për çdo ditë të ushtrojsha ka një akorde gjithçka ka një u gëzosha kur e kom përfunduar mas shumë kohësh, u gëzova u kompletue, derisa bollçes ja kam shulluar me ditë të tëra ka qenë ajo, po derisa ajo ka qenë kënga e parë që kom performanca ka qenë qytetin ka qenë me shumë harmoni edhe ajo, po diqysh e zuna, ama me shumë për vështërsi. Dole vetë skena, po ke pas e ndoj band? Jo, unë e kom pas edhe vllahun, gjithmonë vllahun e kom pas edhe ka qenë basist, grupi komplet pastaj kemi punu në atë kohë qashtu. Kom pas edhe një vllah në atë kohë, tash është në Zvicër, e përshëndesi dhe atë, se edhe pse s'na përcjell ndoshta në Zvicër ai, ka qenë edhe gitarist po edhe këngëtar. Ai knojke këto këngë mirë. Në atë kohë që ashtu mundoshim, imitojshim, ka qenë një jukebox asaj kohë një revist, vetëm për rock muzik. Ato kon qenë i para pagum, po kur nuk më vike ndë një numër se ata të postë se qilëshin që ka aty mbrenda dhe qelun pastaj s'ma dërzojshin hiq. Unë u nervozosha se kishte edhe nga një poster mbrenda në midis revistës, poster të këngëtarëve të asaj kohë, grupeve. Qikave po djemve postera? Edhe ato me ato istulisë që adhom, atu në kejtë, prej me e ka njës pasaj krejt vlaznit, ajo dhom ka qene instrumenteve aty që bajshin vesh me posteret të asaj kohë. Ka qenë një periudhë interesante
interesant momentin që kemi pas artista asaj kohe, për viteve 70-ta, 80-ta, domethënë, ti tash na dole edhe për viteve 60-ta. 4 po 5 të llogarisë. Me 65, 61. Po pirafshojmë rraf. Do të keni më me 60. Definitivisht është Visar është një kënaqësi e veçantë kur i kemi edhe i dëgjojmë këto historitë asaj kohe, për shkak se shpesh të njëjta i kemi përjetuar krejt, ku kemi qenë. Kam pas shumë vështirësi, shumica prej gitaristave që kemi pas kishin filluar me një mandolin ku stadioni për shkak se ka qenë më e lirë, kostoja ka qenë më e lirë, më e përballueshme për me filluar me ushtru diçka. Mandej mshirimi i muzikës popullore që flan shumë mirë të muzika rock, ku ta diun domethënë ato periudha të vështira që kanë qenë, megjithatë janë një gjeneratë art, që faktikisht keni dhunë shumë edhe keni lënë shumë prej asaj kohe. Faleminderit. Tu ka qenë bën me mjaft vështirësi, thash, bile edhe që ajo dukja që nisa me përmend, si Brycosh në Prishtinë kur isha, u ma ke mbrëmje Brycoshiada. Po në atë kohë vishin profesorat Shqipërisë me ligjeru këtu në Kosovë, si ndi. Po, në Brycoshiada është popullore ka pas muzika, dhe ne hishëm, edhe unë hisha në balle. Ata profesorat Shqipërisë më pikojshin mua të unë me ardë, edhe kur ofrojshin me mbet, pse pi baj flok, pse dukem ashtu, shumë interesant se në Shqipëri s'ka pas ala. Edhe interesant. Pastaj vika i tjetër profesori disha i thoshte shokë qyrt tash edhe ai ka me ardhmë me mbet, ka mund gjithë nga të meje, pse pi baj flok, pse po dukem ashtu. Ja e kaluar çështë. Patjetër. Ma kthej edhe mu filmin. Jo, filmin kena me ta kthy Alona, se kemi kohë. Megjithatë, s'po du me të lodh shumë bisedë për start, dhe po du me Rasimit në Nguca, tash kemi fol mas shumë ti. Po pelojna me fol me gitarën ja. Ne po ja folim Rasimit se mas i ka lëndën. Është shumë kënaqësi Rasim që të kemi shumë kënaqësi Visar. Për mu gjithashtu. Gjithashtu edhe Çamilin tash ti bënu gati për më nguni një set prej 3 kongëve apo jo. Një zot mrekullueshëm Çamilit edhe gjithashtu edhe 2 protagonistëve tjerë që i kemi Visarin edhe Rasimin këtu. Por asistencë teknike, për asistencë teknike kemi flot. Nuk është problem. Kret jemi të fortë. Apo do me majnë dorë, apo? Okej. Shumë ma bukur, qysh ja kanë qelluar sot. Dikur në jeshtë në shëmtua, kur gjithët binë dhe venit të shi, s'harroj të putura që mi fale, e jetën që më more ti. Ndoshta, dikur në jeshtë në shëmtua, kur gjithët binë dhe venit të shi, s'harroj të putura që mi fale, e jetën që më more ti. Kthej ku pra, si engjëll qelja ke une, pra po e dashura ime, pra po e janë gjirin ti. Kthej ku pra, si engjëll qelja ke une, pra po e dashura ime, pra po e janë gjirin ti. Kujto, bus që shjetonan kodrat bleta, kur jep një besën njëri tjetri, me qenë së bashku gjithmonë,
e mos të ndahemi për jetë. Kujtoj buzëqeshjet tona në kodrat bleta, kur jepim besën njëri tjetrit, me qenë së bashku gjithmonë, e mos të ndahemi për jetë. Dhe ku pra, si engjëll qelli ja ke une, pra po e dashura ime, pra po e janë gjirin ti. Dhe ku pra, si engjëll qelli ja ke une, pra po e dashura ime, pra po e janë gjirin ti. Por si qiri po tretet jeta, lotët e mia s'kan bari, nektar kërkova por si bleta, pak dashuri, pak qetësi. Por si qiri po tretet jeta, lotët e mia s'kan bari, nektar kërkova por si bleta, pak dashuri, pak qetësi. E janë prertë të ma, që të nxjerra të mërzi, na pret të gjithve një gur mbi varr, pak dashuri, pak qetësi. E janë prertë të ma, që të nxjerra të mërzi, na pret të gjithve një gur mbi varr, pak dashuri, pak qetësi. Me kot kërkova dashurinë, me kot kërkova pak gëzi, gëzi me dashuri më ikë në terim pa mbari. Me kot kërkova dashurinë, me kot kërkova pak gëzi, gëzi me dashuri më ikë në terim pa mbari. E janë prertë të ma, që të nxjerra të mërzi, na pret të gjithve një gur mbi varr, pak dashuri, pak qetësi. E janë prertë të ma, që të nxjerra të mërzi, na pret të gjithve një gur mbi varr, pak dashuri, pak qetësi, pak dashuri, pak qetësi. Faleminderit, faleminderit. Mo kjo natë as pak s'më gëzon, vetëm dhimbje më krijon, sepse ti shkove prej meje, ti me tjetrin je e gëzum, osa dhimbje më krijon. Dhe nga lartë si hijet shoh, kur me tjetrin ti po shkon, gjithaj humbe në pakthim, dashuri si dhambarim, osa dhimbje më krijon.
Largohu tash ti për gjithmonë, do t'i harroj të gjitha unë. Dhe një ditë kur ti do t'vish, që pran meje prap të rish, do të them se tash është punë. Largohu tash ti për gjithmonë, do t'i harroj të gjitha unë. Dhe një ditë kur ti do t'vish, që pran meje prap të rish, do të them se tash është punë. Mu kjo nat as pak s'më gëzon, dhe të ndhimje më krijon, sepse ti shkove prej meje, ti me tjetri je e gzum, o sa dhimje më krijon. Dhe nga larkë si hijet shon, kur me tjetrin ti po shkon, gjithë taj hudhen e pakthim, dashurisi dhe mbarim, o sa dhimje më krijon. Largohu tash ti për gjithmonë, do t'i harroj të gjitha unë. Dhe një ditë kur ti do t'vish, që pran meje prap të rish, do të them se tash është punë. Largohu tash ti për gjithmonë, do t'i harroj të gjitha unë. Dhe një ditë kur ti do t'vish, që pran meje prap të rish, do të them se tash është punë. Do të them se tash është punë. Faleminderit. Qëre, të na të kujshit tonë, në Gjakov, mirë i thojnë, veçka. po ma mirë, ma zarar. E ishte një knasi edhe shanë që Mos e unë e vi prap. Mas e kemi Me bo me probleme. mlevdu, kush me hek. Qëre, Qamili është shumë i mirë, kënon mire, din me bo muabet mire, hajgaret mira, kështu që hajde nesër. Ka me thonë, njëjti bjen. Jo, njerës ju sa që i kemi në studio nuk u besoj që bëhet e tepërt. Kështu që sa që kemi mundësi për me, kur ti ki mundësi për me ardhë, do me thonë është e mirë. Aq ma tepër kur i dëgjojmë këto këngë, këto pella që më kuon të atyre viteve. Faleminderit shumë. Cilat këngë i interpreton ma me shpirt? Po ne, me thonë drejtën, prej rockut kom dal pak në një muzik ma të lehtë që ma shumë është e kërkume për mbrëmje, për neje, ashtu, edhe pse unë jam marrë edhe me dy zhanre, edhe me zhanrën popullor, se ka qenë nevoj edhe për kitar atëherë me qenë për kitar në grupin muzikor popullor. Kështu që u deshke me përcjellë, ka pak edhe këndojshim, bashkë me këngëtar tjerë, si back vokali, sende. Kështu që edhe me atë zhanrin u marrë, po për dëshirë vetë, për qepë vetë, muzikar këtu se për herë kom dashtë. Pa tjetër. Se edhe vllaznit ashtu, vetëm një vlla e kom pas për me muzikë popullore, e këta tjerë vetëm arktusi. Edhe ndoshta me përmend pak si kuriozitet. Ne 5 vllazni kemi qenë, prej 5 vllazneve edhe fëmijët tanë, prej 5 vllaznive. Vajzat nuk i numrojmë, se motrën edhe vajzat tona nuk i numrojmë, po veç mashkuj. Edhe prej 14 mashkujve që i kemi, non gitarista jemi. Wow. A komo? Edhe ajo është për që miren aktivisht me muzikë, jo për me dalë foto, për mu reklamu vështi foto me do. Se sa për foto talone? Ajo ndodhë mu mbledh krejt, se cili me ka një kitarë ndorë, do Jo, me thonë. kitarët i kemi ka të shkojmë, ne. Po, pa tjetë, po të nëntit për njerë me Po se performu. më ka vetë një koleg, kur shkoni njëri që tjetëri, që ka bëni, jo, tash a i merë një qështë si dhe jo, po i Se me bajt ronë, për i pas atë. E sidomos për Harfest, vinë të bonë se një vlla e kom në Suedi, edhe djali vllaut që shumë aktiv atje në Suedi, ka 2 rock grupe bashkëpunon me di, udhëheq në vërtet 2 rock grupe, i sen edhe i nje, ata personalisht
normalisht. Po Eltonin patjetër. E kur vinë ata shpi edhe një vëlla që ka kënu me neve këngëtar, edhe i përshëndesim para. I këngëtar që ka qenë në Zvicër e kam atë, ma i vogli, edhe ai po kur vjen festa tu bëhemi pak ma shpesh ashtu, se për ndryshe ne edhe këtu jemi me aft. Shtat jemi patjetër shtat zakonisht. Se kjo nuk ishte për më lëvdu, po është pak si kuriozitet. Dikush prej këtyne kanaleve televizive kanë ardhur një ekip, kanë dëgju dikush i ka tregu këtë ngjarje se është 2-3 kanë, 3-4 deri 4-5 ndodh për një familje me pasa, ama non gitarista nuk ka. S'besoj që ka. Edhe me qenë aktiv. E ka ardhur me bë një emision, po bashkë ka qenë pandemia e gripit. Thash jo bre vajzë, thash edhe ashtu në halë jemi, thash tjetër herë vi, edhe që ashtu në mërëj, thash. E gjithat është një informacion shumë i lezeshëm, një kuriozitet shumë i lezeshëm, që e marim prej teje sot. Ne kemi të gjuhë që tash unë po i pys dy protagonistit tjerë, faktikisht, po i pys pak për ty, për shkak se kemi të gjuhë që Qamili përkra shumë edhe gjeneratat e reja, që janë në Rahovec. A më një pak një 2-3 fjallë për Qamilin, mandena kalojmë të pjesa tjetër. Hajde, Visar. Thash, po më gushtoni se... Jo, Zhanos, ka problem. Zhanos, se ka vend, ka u që është i gjon, i gac. Rrugës të ardhë bonën biseda, shfrytëzoj rastin me përshëndet mikun tonë, Gjajen, i cili përpos që është edhe artist. Është paraprakisht sonte na ka sponsorizu. Është sponsor kryesor. Ajo ka pru me kërë Ajo është një këngëtar shumë i njohur, unë e falenderova Rrugës sepse këngët e tij ja kanë marrë shumë këngëtar të Shqipërisë. Tash ajo është temë tjetër, e falenderova, po bisedën e lidha me Gjajen, sepse po domethënë isha një temë tu dashur me fol Rrugës, por pyetja është shumë e vend dhe faleminderit. Një prej njerëzve në Rahovec i cili ka qenë i pa kompromis në përpos jo që të ka përkra, se na zemo e thirim Basin Qamil, ai na ka mësua ashtu, po Basin Qamil është një suportus i jashtëzakonshëm. Edhe është i pa kompromis, sidomos te fillestart. Jo që të krijon ai vetë hapsin, po ai lufton edhe të tjerë të cilët i merr vesh e nuk dojnë me t'java. Edhe është nuk e di. Rrugës isha tu mendu për këtë temë, një prej virtyteve se disa i përmendëm, ky i ka shumë. Neve na ka ra shumë me to, jam shumë i lumtur që e kam mbri kohën. El para do ditë ishim te unë e më tha një cent po më dhimi, tha kom le pak ma heret, shakon ta. Se une edhe Basi Qamil shkojmë shumë mirë. Ma merr mendje kupto me spaku ai, se është shumë problem këto me kuptu. Ky është shumë i thellë. Është ekstrem i domethënë si në zhvillimin personal, si në profesional e ka atë parimin e ekselencës. Basi Qamil kudo që i merr gjonat. Po mbi të gjitha unë e vlerësoj, përpos si artist unë i them shpesh që është ikona jonë e Rahovecit, jo shpesh, po çdo kush ato. Është edhe është fat që kemi një ikon si Qamili me na prezantu kudo që shkon. Ai prezanton më së miri vlerat e Rahovecionëve. Në qoftë se një Rahovecion, domethënë e kisha përshkru, ç'është duhet me qenë, ai është Basi Qamil kështu në plot kuptimin e fjalës, për veti po flas. Besoj që edhe shumica në Rahovec, shumica absolute, janë të dakord për këtë punë, këtij mendimi, mirë po unë e hapa të parë në skenë jam gjitë me më ka mësu profesori Naser, mirë po rrugën më ka trasu, kudo që ka qenë Basi Qamil tu performu, ai vetëm nëse të ka pa, s'ka pasan si ti sa din, as din. Ai ka e krypin, të ka thirë me zor, të ka qitë në bin aty, ai ka nejt, edhe të ka këshyr, këshillun e ka pasra se kom edhe kujshi, me një hymje, e kam dëgju shumë shpesh sa e ushtrojke, se shumë shpesh ka ushtru, unë me kalën e një. Ai ka qenë një Fender gitare, ka pas zmadhusin e këtia, një gitarë që andër ti veç me pas në dorë, unë e qelësha derën hysa shin shpit vetë, ai e lejke dritën, lejke gitarë, ti sa ke dash muq malë, çka ke dash me vetë, për posa asaj, edhe kudo që ka qenë, domethënë nështë edhe grupi si janë konë dakord, se unë e për shembull amater, me ma besu një gitarë, ai me ata çka ka bune atje nuk e di, masani
çu ka ndodhur ngjarja, mirë po unë jam në komfort, edhe I kom rasa kom dasht, sa herë kom dasht me lënë ata një edhe pak. Më thënë gjithmonë ka qenë të ka pa atje ku kom dasht me qenë. Edhe jam shumë Dhe kjo është e mira. Edhe jam shfrytëzoj rastin sonte me falimderu. Jashtë mase, sepse jo që I vetmi, mirë po është I vetmi në kategorinë se të gjithë kanë dëshirë. Unë jam vetë, unë krejt I lejoj, mirë po unë nuk jam, shumë e thonë, nuk jam insistus. E basi Shamili është insistus, a e din çka ti tim rana, e din ku po do me dal, edhe bon luftë pa kompromis. Ndoshta kjo I ka ardhur e natyrshme, pse dha ai vet ka qenë ai njëri që ka kalu, që thon vetë ato që ka rapi dardhë, sa din. Po. Tash nuk po du me fol për kategori tjera njerëzve, domethënë ka edhe kundër, nuk e di, s'kam qef atje, mirë po për neve basi Shamil ka qenë një standard, edhe një rrugë me të cilën jemi frymëzuar dhe kemi pa një rrugë, domethënë kaluese, ai nuk ka qenë pengesë, ka qenë shtytje, edhe sot kësaj ditë është shtytja më e madhe. Për pos moshës që ka, me bomos me natyr ky, sa tekste I ka, sa këngë I ka. Me bisedu Visar mos na djeg temë. Edhe po, edhe na thret, konsultohet, merre, na jep falas, unë fatkeqësisht, domethënë muzikën e kam hobi, nuk e kam profesion. Edhe pak ky është para meje, që është të vetë edhe ka qenë dy komponenta, se me të vërtet kish me rezultu diçka fantastike. Ama unë jam shumë I limituar me kohë dhe kjo është fatkeqësia. Si është e mundur Shamil që ta shfaqë? Keq valla. Shumë gabime po bënin. Thonë që se kemi profesion dhe mos Visari është shumë aktiv muzikë. Është dominon bile. Dominon muzikë, kështu që gjithashtu edhe rastimi, nuk sa që vi faktikisht në Dravec është një kënaqësi e veçantë, sa që ka marrë kam pi kafe me. Po, edhe gjithë vjen shi sa herë vjen Dravec, po çfarë, se me bereshet. E ka një djalë mrekullueshëm që pas studio këtu, kështu që përshëndes shumë sot prej Zamrës. Ka qenë një performancë shumë e mirë, me rastimin jemi takuar atëherë për herë të parë dhe është një kitarist shumë I mirë. Dhe faleminderit edhe herë që je pjesë e edicionit sot të emisionit Acoustic Night. E cek edhe pak më herët Visarit, domethënë se këtë shku në për tema kështu që më na dje krejt, po e nalem pak, Po ja nala geni nuk e knes. Është një element deshta me shtu e masim lëvdun. Patjetër. Po. Është një element se unë për në me kom qenë I gatshëm edhe hala ashtu veproj secili kur ka nevojë në atë fazë që janë fazën e parë, dojnë me bëu diçka, nuk kanë mundësi, e që aty ndoshta ato edhe më marrin mend që ajo ka qenë kur është nevojë aty në dikush më jashtë dorën. E zakonisht tekste sende gjithmonë vishim me marr tekste, mi trigundoj melodi, sende e tash familja jeme, fëmijët e mi e dishin kur bëjshin zila dhe fëmija të ishin hajde po trasin ata shok me dorë fëmijët dhe me se tri kanë qenë të vegjël do ishin diçka mi ndihmu ndoj akord ndoj diçka hajde po trasin ata shok të tu dhe me këtë vegjël krejt që të vegjël që ata fillestar kanë qef me gufu kur kanë qenë të vegjël jo definitivisht unë e kuptoj shumë mirë Visarin kur I thotë ato fjalë për shkak se ka njerëz që me moshën ju bjen energjia ndërkohë që ti e ke një energji të jashtëzakonshme edhe në këtë kohë domethënë edhe keni pozitivitet, një energji pozitive në momentin që ta komi, Po, veç pak herët ka lind, është pak më vonë. Është behane është. Ka thonë edhe një herë do me lind. Du me provu. Edhe një herë. Do me provu. Edhe një element më pëlqejti një nga kolegë që pat shkruan në Facebook ata shkruan. Po. Edhe më pëlqejti edhe pse aty në si kom thonë, po. I vetmi njeri si Visari, që tha vetmi njeri që na kanë ndihmuar krejt këtyre artistëve që I kom që t'ju ofër, e që kur s'ka kërku për neve diçka. Edhe do më thënë që ajo, që kjo pjesë më pëlqejti, se jo për diçka, ndoshta ka dhe të tjerë. Ama Shamil për me kon pozitiv, duhesh me pas edhe një buxhet, ndoshta I ke bë miliona dikon, po kështu. Po, ish policia armikut mi ka marrë krejt, mi kanë gjetë. Në gazeti ka pas. Në gazeti. Ato e ka, po, di historisë, mos t'i lodhëm se kom historitë ndryshme. Nështë ato I ka qitë edhe në CD që mi rujtë. Deri tash, unë po besoj domethënë që ndoshta nuk I ki numrin e saktë, po megjithatë di që ke bërë shumë tekste, edhe via edhe komponime apo jo. Sa një këngë domethënë që është ikon për Rauvecin që interpreton vetë Shamili. Po gjithashtu domethënë edhe tekste dhe këngë për personazhe të tjerë.
thëdhish për artistë tjerë. Po, me thënë drejtën, unë mas pari, edhe kur s'kam këndues, se veç instrumentist, kom bledh këngë gjithmonë. Ku hasha diçka, kom pas shefi, kom bledh një arkiv vogël, edhe krejta shërbehen me qatë literaturë. Diku 4-5.000 poet popullore, që i kam, 4-5.000 kanë të shkrume që i kam, nuk janë të mija, mos me do. Ato i kom bledh, gjatë të rëgjetës sime që i bledh. Ka nga ty që faktisht, po që generatat e reja nuk asë që... Asë që i kanë dëgjuhe, për shembull, se shumë të vjetra, po... Ke mendu për ndoj... E se cili kur ka nevoj, unë i japi ata, din gjithë, cilja i vindë si arkiv aty. Normal. E kjo ka qenë element që i kom pas shef me ndihmua. Nga ana tjetër, unë tekstet mija personale që i shkruaj diku 140 i kom numruhe, 140 ma shumë nuk i kom numruhe, se pishtoj ka pak për çdo ditë. 147. Hajde 7 bënem, e gjys. Kështu që edhe po mundohem edhe mija, edhe pse kanë edhe këngëtarë tjerë, ka këngëtarë Ferizaj që kanë tekstet mija, Prizrenit, Trahovelcit, mos me levdu vetën, kreti marrin. Thjesht, po. Një atë kuptim. Është shumë interesant informacioni kur the që janë të mbledhura diku 5.000 tekste popullore. Megjithatë ke menduar për me bën ndonjë botim, për shkak se unë po besoj që ka shumë këngë për aty në 5.000-ve që ndoshta nuk janë të njoftuna për publikun, edhe që është pasuria jona që një farforme kish me qenë mirë për me mbajtë si arkiv. Unë i kam ato si arkiv, që të arkivom i kam, nuk i kam shtyp, mi shtyp jo, ama i kam në arkiv që i kam bledh, gjithmonë i kam pas në për këto rakovnika i thoshim fletore, në për fletore të trasha i shkrisha, prej aty i kam bart një kanjo, i kam bart në kompjuter, kështu që i kam në gjdo kohë kush ka nevoj që ato i japë. I dërgoj edhe në Gjermani, Zvicër, teksti se kollaj, është dhe me internet, i dërgoj aty. Do kolege dhe lipshin edhe renditjen, që shiknojshim renditjen e kangve në përdarsme, a mujshme edhe me renditjen, hajtë. Po veç shton një 3 euro. Po qysh ka nevoj? Unë mendoj që është një punë jashtëzakonshme në momentin ku njerëzit arrijnë për me mbledh materiale për viteve të kaluara. Nuk do të thotë që gjithmonë duhet me qenë tekstet tua, por në momentin që ti mbledh material edhe arkivoni material që është punuar për vitet të kaluara, unë besoj që është i vlefshëm për gjithë shoqërinë. Edhe në këtë moment unë gjithmonë mendova që do të ishte ndoshta i mirë një botim i gjithë atyre teksteve. Po, mund është e lehtë tash. Po. Një përmbledhje atyre teksteve. I ke edhe emrat autorëve që i kanë shkruar për shumicën e tyre apo jo? Jo, autorëve nuk ka, se zakonisht përpara nuk është ruajtur autorësia e librave, nuk ka. Mirë po i kam ruajtur si këngëtona shqipe që janë i kam ruajtur. Edhe kush ka nevoj, sidomos tash po gjërmojnë ndonjë këngë të vjetër, bëhet e re, se janë dëgjuar me gjenerata të reja, e që ashtu kush ka nevoj, po, i baj. Edhe. Dhe se më lejoa, gjithmonë. Përpos që është koleksionist Baci Shamil, ka këngë të veta, që është autori shumë këngëve të veta, që i ka bu tekstet, melodit, i ka shumë të realizuara, po i ka edhe shumë të pa realizuara. Më thonë që janë këngë që i kam dëgju une, janë këngë që shme thonë originale, të pa kopjuar asku, autentike, që është dina i vetë mi bo, është një bot e ka i në veti, edhe kush do, normalisht me bashkëpunim me Bacin Shamil, unë i kam thonë gjithë, po pak mosha, sepse a i kam donë ma bukur edhe vetë, se i ka bu vetë, mirë po a i çdo herë ka qenë i gatshëm neve me në i dhonë, që në dëgjone, merrni, qitë një ndrit, adin janë vepra, jo këngë, po janë vepra, ajo mënyrë që i punon Baci Shamil tekst edhe melodit, janë shumë unikate, unë nuk ndëgjoj një kompozitor ende në trojet shqiptare, është unik shumë, ndoshta mendoj, edhe besoj fuqishëm, që mënyra e qysh është formu, se a i ngërthen veti një kulturë të jashtëzakonshme, ka një edukat, ka një kulturë të rrallë, më është shumë e rrallë, o shumë i ngritur në aspektin kulturor edhe të integritetit, pastaj edhe në tekste është shumë i kujdesshëm. Janë tekstet të si na i thojmë të ndyrshme.
kanë syzhe, kanë përmbajtje. Si pasuli kur është i mirë, të kënaqsh, ta mush barkin. Edhe unë e kam marrë, domethënë kam pasur shumë prej tyre me ndëgju, por është edhe përgjegjësi, nuk është privilegj. Patjetër. Sepse kërkohet pastaj edhe një punë bukur e mirë që edhe këngëtari i mirë me interpretu, pastaj edhe pjesa e studios mirë, po unë besoj që një këngëtar që kish me qenë i gatshëm me pagu një çmim, jo financiar, po flas çmim çmimin e kohës, çmimin domethënë të mundit të gjitha këto që i shkon serioz e me ndëgju këto, se për një prej aftësive më të mëdha që i ka, Baci Shamili është që është një këshilltar i jashtëzakonshëm, në veçanti për këngëtarët. E ka një bagazh të jashtëzakonshëm si në pamje, si në këndim. Do të thonë në këshillat. Këshilla scenike, domethënë. Këshilla jetësore që i ka, sidomos në pjesën e karrierës, domethënë te gabimet, te mirat, te tmetat, te gjithçka që duhet një këngëtar me i pas, kushdo që ka punuar me to, domethënë e ka shumë një tjetër nivel. E tash edhe ajo unë po them është përgjithësi, nuk është privilegj. Shumë prej neve po flas që nashta edhe kanë marrë si si sfidë që s'kemi mujt me te i kalu. Se don mas pari me qenë i lirë, e dyta me ju përkushtu, me qenë me një fjalë serioz. Veprat edhe këngë që i ka, Baci Shamili janë serioze, nuk janë këngë që ti mundesh me bo hajt. Po janë këngë që mundesh me dalë në për festival, janë këngë që mund me të prezentu, domethënë kudo, janë këngë për një shtresë të njerëzve, domethënë që kanë ngërthen historinë vetë, ka tregime, ka gjithçka është destinuar me kast, edhe e punuar me mjeshtri. Ato e di se e përjetoi dhe kam përjetuar gjatë gjithë kohës, ai është shumë modest, po e ka atë aftësi që pakush e ka, më merr mendja mu, edhe jam gjithë i bindur, kam një mendim edhe një bindje që ka lind para kohë pak. Po bre, je gut. Edhe më merr mendja veç mos më shtoni. Nuk ka pas një bashkëmoshatar i cili ka mujt me i nejt krah. Qoftë edhe një studio më profesionale po t'ishte në Ramës, edhe dikush që domethënë kish me qenë serioz, sa është serioz, ka qenë i vetmi në atë rrugtim. Edhe pastaj edhe nuk është shkënjy asnjëherë. Neve të gjithëve na ka përcjell vetëm një pikë, se sikur të kish lind me një kohë tjetër, domethënë ishprisha. Nuk edhe po besoj që Rauvesi nuk e kish pas në njeriu ose në shqiptar që e trason rrugën për gjeneratat e reja. Kështu që unë po mendoj që ka lind kohën e dur. Po është ka jeton në kohën e dur, patjetër. Po flas për këndvështrimin si ndihet ai, sepse ne të gjithë ja kemi pa hajrin. Mirë po duhet njëri me dalë edhe prej lëkurës vetë, ka herë me dalë edhe në kpucat e tina, me thonë, "Okej, na krejt po na këshillon po na ringati, domethënë është edhe me kritika është i re. Po, kritika pozitive i ka fenomenal. Kur ti thush po duam me ma dhon vlerësimin real, ai nuk ka kompromis. Edhe pse ka dashni, për shembull për mua, për secilin veçanti, mirë po kur është vendi, ai e jep kritikën, edhe kritikën që ta jep Baci Shamili, unë nuk e di që ka dikush që mundet me dhon kritikë më të mirë. Edhe na një, si se na ka rrit, edhe në atë kuptim na i din pikat e forta, pikat e dobta, dhe kur e jep mendimin, edhe vlerësimin, e jep me bazë, domethënë, faktikisht. Edhe shumë e mirë ata që ta visojnë më herët që e keni material që ende nuk është publiku, megjithatë edhe vetë visare e ceki që se kish me qenë mirë ndoshta vetë ti mi regjistru, për shkak se e keni zot mrekullueshëm edhe tash, dhe definitivisht unë po besoj që e ki atë energjinë që e cekëm edhe pak më herët, e ki vullnetin edhe do të ishte mirë që të paktën domethënë ato kohë që ti i ke punu mirë, dashje kundërta, unë mendoj të kundërta, që unë që kom punu gjithë ndoshta edhe mendoj, masi po krijoj për veti. As një sens kom po kriju, po kur s'po munden këta s'dojnë, këshirin diçka me bo bum me qenë ashtu, me tregve mendje ma shumë, e aty atëherë unë hajt ta provoj unë, se nuk ka qenë asnjëherë asnjë këngë për veti. Megjithatë pastaj po provoj, e kam ma shumë i kam të regjistruar në Radio Prizreni, TV Prizreni, edhe TV Opinioni kanë qenë në atë kohë. TV 21 i kam nomin e disa këngëve, Bajgi shumë aty, ata atëherë na ftojshin edhe në diskoteka për festën e vitit të ri, programi vitit të ri ka qenë, e ato atëherë në atë kohë i lëshojshin shpesh, po që kam verdi që ditë tash kohë të fundit,
tash këtë findet përsërisin për shoh, se po më lajmërojnë shokun e nuk jam në shtëpi zakonisht. Kur jam në ekran ata tash se jam plak tash edhe jam i shpejt me këshir, je dal në TV, je dal Ti api thu, shumë televizori kur shkojmë avoni këshyri. Po mjoftojnë se po. Edhe tash masi po përsëri kanë nis me emitu këto këngë. Tash hajtja falenderoj autori i emisionit që ka qenë që ftoi në TV 21. Thash ti falenderoj që po përsëri po piqesin, po i vlerësojnë atë punë të kjo është. O tha jo, nësë jam të i punu hiq, tjetër kush tha, nuk jam të i punu më aty, tha, tjetër kush pilshon, tha, nuk jam më në ty. E merë dhe mirë që është. Për ndryshe edhe diçka me shtu edhe një element, deshta, po post ty në kangëve që kom të registrum si programet e vitit ri, tasaj kohën për TV, kom edhe 3 videoklipet mija, që kom tentu që ato ti që ta provoj edhe për veti diçka. Një 3 videoklipe i kom si shembull si me pas diçka që prej asaj periudhe bile diçka me lon gjurë. Kjo është e mirë. Mu lëvdu pak. Jo, unë desha të malemi pak të kjo pjesa e teksteve, të këngëve. Ka qenë një periudhë kohore ku janë mendu mirë, do me thonë secila fjalë që është përzgjedh, ka pas një rëndësi të veçantë, si themi ashtu me delikatesë. Edhe është bu një përzgjedhje, ka qenë i cenzuar ndoshta me një kohë për shkak të gjendjes politike që ka qenë. Megjithatë, do me thonë, ato tekstet që kanë arrit për me dalë u konë tekstet që edhe sot nëse i marrim edhe i dëgjojmë, i shohim që kanë qenë të menduar shumë mirë, kanë dhënë mesazh caktuar. Pa më shumë i kemi përkushtuar asaj pune, po vërtet është. Tekstet tash? Tash është një makineri. Tash kush don rrugës shkurt mi ra trup, më bëj famshëm, nuk shirin me 5 fjalë, me përsëritje ka 30 herë të njëjtën fjalë, gjithçka ka, po nuk muj me kritiku, është momenti, dojnë ata ashtu, pëlqehet prej publikut, s'kemi kundër kur gjë. Ne kemi vepru kështu, na ka duk neve me përshkru pak ma mirë, ma emocionet mi shprej, ma thellë pak e Si është mundur që ju gjenerata, dhe me thonë që keni kaluar në për një periudhë ose nda për disa situata që nëse ja tregon sot një triut i duket si film. Këta kanë qenë me mu gjithmonë, nuk marrin ashtu që. Po si është e mundur që në momentin kur pyesin për këtë lloj në muzikës që bëhet tash, do me thonë e keni një tolerancë dhe keni një modesti, faktikisht ku ju thonë që edhe arsyetoni ndoshta një pjesë. Megjithatë këto trejat minjar fillojnë edhe janë matash për në kritikime, ndërkohë që ju jeni pak më të butë dhe thjesht do me thonë. Nuk japi kritikat në atë kuptim se kom përjetu shumë zhanre kanë kaluar, qoftë në arktuse, qoftë në popullore, edhe me dhënë kritika, ka një pjesë e popullatës që preferojnë atë stil të muzikës, kush ka dëshirë, le të orientohet andaj. Unë nuk jam istari asaj me kritikue, po nëse punon diçka që i pëlqen diku, gjen vend, pse mos me punue. Po qoftë edhe ajo që neve na duket si gjenerat tash jo, nuk është në rregull. Është në rregull ndoshta edhe ne kur kemi nisë si thash kanë pas reagime popullata pse po vishemi, pse po sillemi ashtu, pse çfarë këngë po kënojmë, pse anglisht sembol në atë kohë tu i pas gjuhën amnore, amtare. Po, nëse ka publiku që dëshiron ato, pse me pengue. Ka qenë një periudhë ku kemi bisedu me shumë artista asaj kohë dhe ka qenë është vështirë për me siguru edhe një termin për me regjistru në Radio Prishtinë të asaj kohë, tash Radio Kosovë. Disa prej artistëve kemi pas që kanë përzgjedhë dhe alternativa tjera ku ka pas radiostacione lokale në qytetin e tyre, po megjithatë ato këngë s'kanë mri për me depërtu shumë nëse nuk janë regjistru në Radio Prishtinë. Në atë kohë keni tentuar me regjistru diçka ose jo. Unë thot vllau i rasimit në seri, ti s'ke pas pretendime për krye qytet për ane. Me pas qenë në vend tonë, s'kisha lënë edhe Europa e vogël kish me qenë. Unë jo, e vërtet është ajo, jam vetë kënaq me atë ambient që e kam aty në rreth, në aty jam sjell në atë botë. Jo me pretendu se kom qenë edhe mardanje punë, në arsim kom qenë i lidhun me punë, as nuk kom mujt me dalë diku tjetër me punu, për shembull, është vështirë. Lafta shtrejt.
Nafta tash është vërtet. A do thot kanë njerëz që ndoshta kjo modestia dhe na kushton, mas një kohë mund Po tash me mendu kush e ka atë mendimin, po. Kushton. I shumë këthym rapa, po. Megjithatë Rahoveci është një qytet shumë i bukur. Sidomos kur bie shi, si gjatë shit po vini gjithmonë. Kur po bie shi po vini. Bie shi, po. Edhe kohën e fundit është kthy në një qendër faktikisht keni festivalin, tër festivalet më të mira, domethënë që organizohen atje që është Hard Festi, edhe që ka arritur me bën emër shumë të mirë. Edhe unë po besoj që është një shtysë edhe për ekonominë e shtetit, po gjithashtu edhe një marketing i mirë për gjithë shtetin tonë. Është Sunny Hilli dhe Hard Festi që janë dy festivalet më serioze. Me që mbi 20 vjet ekziston ky Hard Festi dhe ka qenë për herë i suksesshëm, që duhet lavdëruar. Grupet performojnë botërore, që rrallë kush mendon se provinca dhe si Gypsy King me ta Rolling Stones, po Eurosmith, po Dire Straits, kjo dhe se një din kreta dhe Rainbow, performuar në një Rahovec, nuk besojnë mas pari. Ata ndoshta pse jemi Rahovec vinë, se me pasin krye qyteti me organizuar çmimi tjetër kish me qenë, bon vaki. ma larg normal. E është kënaqësi, asnjë ekses për 22 vite, asnjë ekses as më i vogël nuk ka ndodhur. Hiç kur. E gjithë ajo populata e mas. Unë e marri pjesë, masi thash më lëvdu pak edhe me familje, marri familjarisht pjesë në Harfest, po më nderojnë hala dhe ndaj ditë. Tash shpesh më vesi pse jo për çdo vjet. Po them jo, se ne duhet mysafirëve me shu vendi jo. Si thonë ka pas Malazezi topin, në atë kohë kur ka qenë skamja, mas luftës 45-ës, ai ka pas topin, të atjerë jo. E thë ke ai, caktoj ke kush me lujt, kush jo, se topi tina. E mas me qenë edhe kjo, ne këtu i t'jemi shpis, s'ka të atjerë sa i lëshojnë, të kilëshojnë, në kuptim mas me qenë, po me ndëgju performansat, grupeve botërore, ne nuk e kemi nivelin botëror. Jeni shumë i kritës. Kontributi është i joni lokal. Sa mirë, Visar, Qashtë. të lëm pa punë të jo rasimin. Apo shkojme me një sa tjetër ajo? Tjetër. Me sa kohë po shkojna Visarin për tys. Visarin e kemi drejtos. Apo doni Në cilësinë e drejtor. Të drejtat e life. Unë të munu pak mi dalë haksh, po se Çamila din, thënë tha se njeri duhet me qenë mirë njohës. Patjetër. Na edhe pak raste kemi me pas mundësi kështu mu shprej, kështu që atim bile qëto pak raste të reflektojmë dhe të jemi mirë njohës, sepse kur po kalën një kohë e kuptojmë, do më thonë se neve diçka na u doke shumë normale, shumë rregull, po në fakt dikush mrapa e ka përgatitur atë punë krejt që ty me të dok veç normale. E tash kur po jemi në atë pozitë, pe kuptojmë që aha, s'pas ka qenë bashkë edhe ashtu. Basi Çamil doket shumë që tha happy është edhe jo doket, është realisht ashtu. Mirë po, ai është edhe shumë i vetëdijshëm se bën një punë të jashtëzakonshme për me mbri në atë stad. Do për me mbri me kriju atë state, i thonë atë gjendje. Basi Çamil gjithmonë krijon gjendje pozitive. Edhe pagun çmimin gjitha ato vet, po ajo në sken nuk guxon me dëmtua sken e tash. Po na bjen neve ka pak mu sfidu, po thajmë bës ku ka bash edhe Bashalet. E kur përvesim ai pastaj na tregon pra pas skenat, po faleminderit shumë. Zemo që gjithçka se domethënë ke qenë një prej i vetmeve, mos me thonë, po e të rrallët, se cilët domethënë ka qenë vazhdimisht aktive dhe neve na ka trasu rrugën, me na u dok ma lehtë, po tash peshojmë që domethënë Nuk ka qenë edhe bashalet. Nuk ka qenë për ato, për neve ka qenë shumë e lehtë, sepse ky ka pas instrumente të mira, ky ka pas përfaqësim që është më e mira, pas Çamil kudo që ka qenë, ka pas treg. Rahovesi e ka dashur, e ka respektu, i ka besu. Po. Çdo dorsëm, domethënë mas pari kanë shkuar kanë vetë Basi Çamil pse se kanë pas besim. Në Rahovesian janë njerëz shumë besnik
po janë edhe njerëz shumë, çu më thon, janë njerëz me kritere të ashpra. Domethënë, nëse ka një darsëm, ai do të mendohet shumë mirë kënd do ta bjen atë darsëm. Se konsideron darsmën të shenjtë si familje. E bëj se Shamili ka qenë çdo herë njeriu i cili ka pas integritet, po ka pas një besueshmëri edhe sot e kësaj dite të jashtëzakonshme ndër qytetarët edhe në rreth Travovezit, edhe ma gjanë, edhe kushdo kur përmendet emri i tij është absolutisht e padiskutueshme ajo punë për ka integriteti, për ka besueshmëria ose për ato domethënë për neve ka qenë shumë e lehtë sepse fjala e tij ka pas peshë edhe kudo që ka thonë ai kjo hec ka hec. Çashtu. Është kënaqësi të dëgjoj prapë interpretimet e tua të mrekullueshme. Pozitive. Po vjen keq që s'lan ty vetë mu lëvdu, po. Jo, nuk unë është. E di që ki qef. Presin fund, çka i shpëton tyne? Unë po besoj që mundem me t'inglu si lavdat, megjithatë janë fjalë, është një përvojë që ka edhe Visari, edhe të gjithë ju do të thonë që keni bashkëpunuar me Shamilin, kështu që për mua nuk janë lavdat, janë fjalë ndoshta shumë të pakta që mundem më përmbledh brenda disa minutave për me folë për kontributin e Shamilit. Shefi jonë është mu lëvdu. Po, ti e mendon ashtu, unë nuk e mendoj si lavdat. Thjesht do me thonë, mendoj që janë fjalë të meritume dhe fjalë që duhet më thonë sot ose nesër për njerëz që kanë kontribuar gjatë kësaj periudhe. Shkojmë edhe me disa këngë tjera. Provojmë edhe diçka. Inshallah ndanë të kënaqën dhe gjëstiri. Dua të vdes. Dua të jej derisa jam i ri, do shta kur do dëgjosh, do të qash dhe ti, do shta kur do dëgjosh, do të qash dhe ti, por dije se kam dhejt dhe zemra mu bahi dhe s'mendo më për ty, por dije se kam dhe zemra mu bahi dhe s'mendo më për ty. Gëzohesh, se nga unë do t'largohesh, do shta do të qash, se nga unë do të ndahesh, do shta do të qash, se nga unë do t'largohesh, por dije se kam dhe zemra mu bahi dhe s'mendo më për ty, por dije se kam dhe zemra mu bahi dhe s'mendo më për ty, dhe s'mendo më për ty.
kujtohet natë e parë, shi kur binte në Prishtinë, unë dhe ti si dy këngëtar, për shpërisni për armërinë, unë të doja, ti më doje, lugu i gjelbë, i në mis, i të mbi qenë, na bënin roje, Elisa gjelbronin prej lakmisë, sa rohet do të ngrotësi e pa, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargjet për dashurinë, na rohet do të ngrotësi e pa, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargjet për atë gëdhinë. La la la, la la la. Atë kujtohet natë e parë, shi kur binte në Prishtinë, unë dhe ti si dy këngëtar, të shpërisnin për dashurinë, unë të doja, ti më doje, lugu i gjelbë, i gërmis, i të mbi qenë, na bënin roje, Elisa gjelbronin prej lakmisë, sa rohet do të ngrotësi e pa, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargjet për ardhmërinë, sa rohet do të ngrotësi e pa, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargjet për ardhmërinë, në Prishtinë, në Prishtinë, në Prishtinë. Memoare të shfleto, dy pika më piko, një elegji e rikujto, elegji që me plago, sa vite pa ne kalua, sa gjëra kanë ndryshu, fushat dhe malet që na shoqrua, ersira i ka mbulu, sa vite pa ne kalua, sa gjëra kanë ndryshu, fushat dhe malet që na shoqrua, ersira i ka mbulu. Sa letra ti kam shkru, po as njës të kam dërgu,
pasi që je largu, në përperun kam kalu, sa vite pane kaluar, sa gjëra kam ndryshu, fusha dhe malet që na shoqruan, erësira i kam ulu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra kam ndryshu, fusha dhe malet që na shoqruan, erësira i kam ulu. Lulja ime një ditë shkoj, lulja ime më haroj, i kunatën si kusa, më lavetën duke qa, më lavetën duke qa. Lulja ime kopshtin e huaj, zemrën time e la të vuaj, në vetëmi unë jetën ta kaloj. Lulja ime kopshtin e huaj, zemrën time e la të vuaj, në vetëmi unë jetën ta kaloj. Lulja ime një ditë shkoj, zemrën time ma helmoj, dezi zjarin e pashuar, në shtrëngatën e dërbuar, në shtrëngatën e dërbuar. Lulja ime kopshtin e huaj, zemrën time e la të vuaj, në vetëmi unë jetën ta kaloj. Lulja ime kopshtin e huaj, zemrën time e la të vuaj, në vetëmi unë jetën ta kaloj. Në vetëmi unë jetën ta kaloj. Faleminderit. S'ka gjo i qetë 3 euro në regull jemi. Mrekulli. Ajta, kalon ti ka ma dhe jemi. Ka me gjujt me gur. Ishte jashtëzakonshme, faleminderit shumë që për to interpretim, E bojmë një stand-by mi mas pare. Pa shku me kadra. Visari ka për ditë i knon, unë asnjëherë s'vi knoj, po duhet me kontrollu vetën se s'vi knoj asnjëherë, që kam me thënë. Ishte një kënaqësi e veçantë që ju kisha sonte, kemi kaluar pak 5 minutë, do të thonë këtij emisioni. Megjithatë këto emisionet kur kemi mysafir të këndshëm, edhe kur ka bisedë për çka me fol, këto shkojnë shumë shpejt. Edhe kur veshën mirë. Edhe po besoj që kemi me pas edhe herave tjera me shëndetje shumë mirë, edhe po besoj prap, po insistojmë që po insistoj edhe unë edhe Rasimi edhe Visari që me regjistru edhe diçka. Jo po, qarës kem. Edhe tjesh dhe me thonë Unë me kam forma knaqësi prezent. kur ata diçka punojmë se janë. Patjetër, krye po besoj që karriera sende. po besoj Halasja që Hanis. puna nuk e nal për artistë tjerë. Jo, për ata tjerë, jo. Do të ishte mirë që të kemi edhe diçka tjetër prej te, pse jo. Ishte një Faleminderit kënaqësi shumë. veçantë që të kisha sonte. Faleminderit edhe shumë për jush, për ftesën. Faleminderit edhe kolegëve që erdhën, që në bashkangjitën e përmblodhëm pak diçka veç sa me na unë dëgju pak Nuk edhe. më duket shumë shkurt. Inshallah, ndoshta zgjatë emisioni juje e gjejmë edhe një qoshe mos ka juve.
Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Rasim, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit Gjaja në mikun ton, Gjaja, faleminderit. Se që shivi, po. Patjetër. Gjithashtu ty Visar, faleminderit shumë, por shpresoj që kemi u taku shumë shpejt po drum të Venës, po shumë. Isko. Do bëhet nami. Me hy, kemi me ditë qysh me hy, Po, me dalë është problem. Me dalë është problem se du të me ecë shkallë për pjesët e poshta lehtë. Mësot i kur njeri, mësot. Patjetër. Fillimi është vështirë, pa në 3 herë është vështirë, pastaj. Jo të xhiru jemi. Ja, edhe pak. Gjithashtu e përshëndesim edhe mysafirin e mikun Amrin, Artistin ton, Gjavit Gjurisin, do të thonë që është pjesë, pseudonimin. do ta kemi edhe atë kënaqësi Patjetër. pas në një emision. Patjetër. Gjithashtu edhe kolegun tim Hysen Kavexhiu, ne do të takohemi përsëri javën tjetër në edicionin më të ri të emisionit Akustik Night, pas pak do të jeni në emisionin Old But Gold me Donjeta Goshin. Deri javën tjetër, mirëmbëjtje.